antar 4%. dhe përcaktues në fitoren e një subjekti politik. Po ta shpjegoj në praktik çysh diaspora e përcakton fituesin në Kosovë. A do të tregu çysh? Jo bre, po lem ta shpjegoj tash bre, jo bre. Ata janë populli edhe diaspora është populli i Kosovës. A është populli i Kosovës diaspora? Jo, s'është. Jo, edhe diaspora nëse ma lejon, jo, nëse ma lejon ta shpjegojnë që këtu s'vendos. Po kena diskutuar me Arbenin 500 herë statistikat. Okej. Hajde, vazhdo. Po se të lonë të kallëzonë qysh. Unë po sfidoj më rreth. Edhe të bo vetë pyetje dhe përgjigje. Unë jam për sfidimi që të bo. Ti bëthu diaspora Je të thonë diçka që të thonë që 20 vjet. Unë po do më të tregu çysh është praktik. Në praktik është, nuk janë vetëm 60.000 votues nga diaspora, krenar, ki gabim. Jo në ka një 2-3 familjarë të janë 200.000 votues që ndikohen nga ata dhe votojnë këto krenar. Ky është përcaktimi. Sa herë sa kanë votu? Lemër tik sa herë në vazhdimsi. Efektin domino pi bën kë. Sepse ata që financojnë zakonisht në Kosovë, pashmangshëm që kanë lloj ndikimin ashtu jo te 5 antar. Po të njëjë sigurt po, apo kupton? Domethënë aty është 2 fishi, 3 fishi i votës. Diaspora është determinuese dhe përcaktuese këtë rezultat. Ky është problemi, nuk janë 50.000 vota. A don, na e ke çfarë s'tash ka thash. Unë shumë po e thu. Çta 50.000 ka 2 vet, buni 50.000. Ky po do më shku në zgjedhjen dhjetor, se i merr 80%. Nuk po do më shku në zgjedhjen dhjetor. Ky po e bën punën që por sepse në prezencën fizike të njerëzve këtu ndikojnë edhe tek prindi vet, tek 100% ndikojnë. Po të paktën nga një me e marrë është 100.000 votë janë 10% në situatë ku kanë dalë më pak në zgjedhje. 12% janë si tash zgjedhjet e fundit. 4 sa i fitaj, 42, sa i fitaj tash? 47. Pa e din ti sa mundet mi hup. 35 nëse don këtë logjik. Pa mu e din sa mundet mi hup. Nuk i hup, sepse nuk ja dim se si hup. Se trendi jo bre krenar se si hup. Se njerëz po bën zgjedhje jo fitaj. Trendi është përcaktues. Edhe një herë ta sqaroj